Mirdita. Erdha gjithmonë në këtë vendin këtu sepse dua t'ju tregoj ose t'ju prezantoj një shoqen time, një mikeshën time të vjetër. Do ja u tregoj nga këtu. Një sekond. A e shikoni? Atje sipër jeton një mikesha ime. Një shqiponjë. Një shqiponjë që na përket, ju përket juve, më përket mua, shqiponjë. Shqiponja e Shqipeve. Nga aty sipër ajo kontrollon çdo gjë. Nga sipër ajo kontrollon vendin ku gjendet, edhe pse e dëbojnë nga vendi, edhe pse e rrahin, edhe pse ajo vret vetveten, sepse me anë të sqepit kur kthehet sqepi në vetvete, e vret atë. Ashtu siç bëjnë edhe shqipet që vrasin njëri tjetrin, ofendojnë njëri tjetrin, ngërdheshen me njëri tjetrin, spionojnë njëri tjetrin. Dhe harxojnë kohën me të huajt, duke i lavdëruar dhe duke mos lavdëruar vetveten dhe atë që kanë pranë, vllajën e tyre, një shqiponjë tjetër. Shqiponja, ndoshta tani nuk është këtu, por kjo shqiponjë, ju e dini që ka lloj shqiponjash, pra të madhësive të ndryshme, kjo është e madhe. Dhe rrallë e kap me regjistrim. E kam bërë një video para pak kohësh, por si duket nuk është këtu tani dhe do të dëshiroja që të më bënte shoqëri. Ashtu si më bën ju. Ashtu si ju bëj unë, juve shoqëri. Pra mes shqipesh. Dhe kjo shqiponjë, kur arrin moshën 40 vjeçare, se kjo ka mundësi që t'jetë e re, por kur arrin moshën 40 vjeçare, asaj i të bëj diçka shumë të dhimbshme. 40 ose 45 vjeçe shqiponja, meqense sqepi saj i kthehet në vetvete dhe e vret, nëse ajo nuk e thyen, dhe ajo ç'bën? Ngjitet në majtë të shkëmbit dhe aty në majtë të malit, me shumë shpejtësi shkon drejt shkëmbit që të thyej sqepin. E bën disa herë, derisa e thyen. Gjakoset, ndonjëherë edhe nuk arrin me herë të parë, por sidoqoftë ajo e bën disa herë derisa sqepi të thyet. Sepse trupi i saj, edhe pse ndonjëherë nëse është i vogël trupi, nuk mundet që me anë të trupit, me peshën e trupit dhe me shpejtësinë të thyej sqepin. Pra duhet që ta bëj disa herë që të thyej sqepin. Pasi thyet sqepi, ashtu i gjakosur, ajo shkon dhe struket në një fole, aty në mal, sepse s'ka me se lufton, vetëm me thundra. Derisa sqepi fillon edhe rritet, pa ujë, pa ngrën, pa asgjë. Pastaj fillon dhe rigjenerohet nga e para, për të jetuar edhe 40 vite të tjera. Këta janë shqipet. Ky jeni ju, pra kjo shqiponjë. Ndoshta shqiponja sot ka ikur pikërisht për këtë. Për të thyer sqepin dhe për të rigjeneruar, kush e di, në çfarë maje. Ndoshta në majën e shqipeve. Kalofshi një ditë bukur shqipe, dhe mos vrisni njëri tjetrin, mos ofendoni njëri tjetrin, por respektoni njëri tjetrin, se vetëm në këtë mënyrë do ta mbani njëri tjetrin dhe vetëm në këtë mënyrë do ketë Shqipëri, ndryshe nuk ka për të patur kurrë, sepse tej besimeve fetare, tej partive politike ekziston një vend që quhet Shqipëri. Dhe secili prej nesh është Shqipëri. Secili një copë e vogël. Dhe në qoftë se ne do mbajmë njëri tjetrin, vetëm atëherë do rri në këmbë Shqipëria, përndryshe do shfaroset e gjitha. Kalofshi bukur.